Mario ka qenë instruktori i kunatit tim. Ky është i vetmi kontakt. Nuk kam qenë në një marrëdhënie para se të niste shtëpia më e famshme në Shqipëri. Unë jam ushtruar për një farë kohë në palestrën që ka qenë Mario, por më pas jam larguar. Ishte kjo deklarata që sqaroi të gjithë fancat e Eglit dhe të Gjestit në një emision ku ajo ishte e ftuar. Krahas kësaj deklarate, Gjesti nuk foli fare, mirë po u pa një nënqeshje që u duk sikur nuk e besoi Eglin. Mirë po rrjeti nuk vënonte të shpërndante dhe njëherë fotot e bujshme të Eglit, Takos dhe Marios, të cilat ishin publikuar 2 vite më parë. Teksa në emision, Egli u justifikua me faktin se në fotot e qarkulluar në pishinë së kohe ishin mbledhur si grup shoqëror, ndërsa dashakeqet e kishin punuar jo bukur, duke i shpallur çift, pamjet folën vetë ato së kohe. Në fakt, afrimiteti në fotot nuk i tregon se të dy ishin thjesht të njohur nga kunati i Eglit. Asë kohë, Egli reagoi ashpër duke justifikuar Marion si shokun e saj të ngushtë, pranë shoqërisë të cilit ndihej mirë, fjalë totalisht ndryshe nga sa në emision. Sa e ndaluar që nga të kesh shok, sa e ndaluar që nga të kesh në rreth shoqëror një shok të ngushtë. Në atë video mund të ishte kunati im, mund të ishte shoku im i ngushtë që nga 9 vjeçarja, mund të ishte djali i tezës time, apo çdo mashkull tjetër që më do qefi të mbaj në rrethin tim shoqëror dhe ndihem mirë që i kam pranë. Uroj që çdo mashkull që keni në jetë, që tek babai juaj t'ia u bëjnë për burr, që ta kuptoni sa rëndon. Në linjë të lirë të kemi shoqëri, o Shqipëri e qelbër dhe prapambetur, shkruajt i Egli atë kohë. Por duket se gjithë kjo ka nisur të mbajë erë, kur mes të gjitha deklaratave dhe fotove që përçokollojnë në rrjet, marrëdhënia me Gjestin nuk duket aq e mirë. Ky i fundi, siç e tham dhe ditën e dieshme, ka fshirë çdo postim në Instagram me Eglin, ndërsa Egli ka hequr të gjitha fotot me Gjestin. Të gjitha veprimet e tyre çojnë në përfundimin se ata të dy po kalojnë një krizë në çift. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.